Drejtori i ndërmarrjes hoteliere Riviera Ulqinit Ermend Milla organizoi një drekë të përbashkët me ish-punëtorët e ndërmarrjes, duke mbledhur në një atmosferë miqësore dhe emocionale njerëzit që për dekada me radhë kanë dhënë kontribut të çmuar në zhvillimin e Rivierës së Ulqinit. Në këtë takim morën pjesë pensionistë dhe ish-punonjës që kanë qenë pjesë e periudhave më të rëndësishme të ndërmarrjes, duke përjetuar vitet e arta të turizmit, periudhën e tranzicionit, proceset e privatizimit dhe sfida që solli falimentimi i Rivierës së Ulqinit. Drejtori Milla theksoi se ish-punëtorët mbetën frymëzim dhe motivim për përpjekjet e tanishme për ringritjen e ndërmarrjes dhe rikthimin e saj në rrugën e zhvillimit. Së pari ishte kënaqësi e veçantë në momentin kur erdhi ideja se si të respektohen disa njerëz që le të themi eshnat e tyre i kanë lanë në firmën siç është Riviera Ulqinit. Aty kemi ardhur një ide që t'i respektojmë në një farë mënyrë. Në çfarë mënyre? Duke shtruar një drekë edhe duke i bërë ato që ndoshta nuk janë pa vite me radhë, nuk janë pa, duke nisur me problemet e shitjeve të hoteleve etj. Kështu që gjithë ato kohra janë mbledh edhe janë mbledh në një moment, në këtë moment siç është sot. Këtu ka patur edhe lot gëzimi, edhe lot kënaqësie, por edhe lot ndoshta një farë ndjenjeve nostalgjike të kohërave të vjetra, në kohërat e arta ku me të vërtet Riviera Ulqinit ka punësuar 2500 deri në 3000 persona, derisa në sezon kanë arritur edhe deri në 5000 vetë. Kështu që kjo ka qenë një ndërmarrje me të vërtet e veçantë, ka arritur në një gjendje e cila është tash, neve do jemi ato të cilët do ta rikuperojmë edhe do ta provojmë në një gjendje e cila do jetë më e mirë në të ardhmen. Ai vlerësoi kontributin e brezave të punëtorëve që ndërtuan reputacionin e Rivierës së Ulqinit, duke nënvizuar se respekti për punën dhe sakrificën e tyre është themeli i vizionit për të ardhmen. Këto kanë patur rastin të njohin turizmin e mirëfillt, turizmin i cili ka pas një dosë serioziteti, një dosë energjie të veçantë, ku musafirët nga gjithë bota, respektivisht nga Evropa, kanë ardhur edhe kanë vizituar qytetin e Ulqinit. Normalisht ato kohra kanë ndryshuar dhe gjithsesi një shkëmbim ideje, një shkëmbim ndoshta edhe një shkëmbim një fjalë vetme mund të bëjë ndrim pozitiv në ekipin e cili udhëheq tash. Normalisht të gjithë këto njerëz disa njerëz kemi për shembull Rushdi Dervishin i cili ka shkruar librin për shërbim. Është le të themi një enciklopedi se si është bërë shërbimi në kohrat e arta të turizmit. Një libër të cilin duhet ta lexojnë të gjithë, sepse mendoj se aty ka dhëna ndoshta të cilat janë me të vërtetë të rëndësishme për gjeneratat e reja. Fatkeqësisht jemi dëshmitar që shumë gjëra kanë ndryshuar në kohrat e fundit dhe rinia normalisht nuk kanë qejf të punojnë në shërbim, nuk kanë qejf të punojnë në hoteleri, ndoshta edhe ne si prind le të themi unë pa afus edhe vete në atë kosh, ndoshta edhe ne kemi pak fajin që nuk i japim kuraj fëmijëve që të merren me këtë punë, sepse përpara në kohrat e arta të turizmit ka qenë një kënaqësi e veçantë që dikush të punojë në shërbim, të punojë në hoteleri. Ato kanë qenë pozitat më të kënaqshme, sidomos për prind. Nga njohja e gjuhës, nga njohja e kulturave të ndryshme, nga shoqëria të ndryshme, formimi i shoqërive të ndryshme etj. Kështu që çdo gjë që shkëmbehet ndërmjet tyre personave, të cilët 40-50 vite kanë punuar këtë ndërmarrje, me neve si jemi gjenerata të reja, mund të jetë e dobishme për neve. Dua të ceki kemi këtu Skender Uruçin, i cili që nga viti 66 deri në vitin 2025 ka punuar në Rivierë të Ulqinit. Domethënë jemi duke folur për 59 vite. Imagjinoni 59 vite të jetës vetë t'i kaloni me një staf ose me stafe të ndryshëm në objekte ose në objekte ndryshëm në një firmë. Ajo është diçka që me të vërtetë është diçka e veçantë dhe të cilën duhet ta çmojmë neve si jemi gjeneratët më të reja. Gjatë drekës u ndan kujtime, përvoja dhe këshilla të vlefshme, ndërsa shumë prej të pranishmeve patën rastin të ritakohen me ish kolegë që nuk ishin parë prej vitesh. Takimi u vlerësua nga pjesëmarrësit si një mundësi e veçantë për të ruajtur lidhjet mes brezave dhe për të kujtuar historinë e një prej ndërmarrjeve më të rëndësishme turistike në Ulqin. Sa të më ka drejt, nuk ish vetëm kana një hajes, nuk di çfarë parash të kishe fitu, ballë kur jena has me shajtni, me kolega, me zonja. Baftëherë ky direktori i ri si ish kujtu ta vjet treja me na thirr tanve, me na sejdis, me na nëru. Me na çuna për oda me shiku oda çka ish punu, çka ish gadit tanë. Jam shumë i kënaqur e nuk ka pare si pagohet këtë ditë në sotshme. Sa vjet keni punuar? 41 vjet është 7 muaj. Vërtet kena pas një kohë kam qenë në Hotel Olimpik, mas Olimpikut në kanë çuar në Belvi.
kena pas e vërtet e shefat i mirë, si kena pas pikuj me zanë, inshallah generacia e reja se jeta vazhdan të ri, shkan përpara tek, dhe më thanë ka qenë jeta shumë e mirë, shumë e shtirë, një kështu ishka punë, pa jena përgatitur atë gjatë, deri ti nanave inshallah të vazhdoj me punu si na. Unë kam punu në Jadran me 63 sene, mas ushtërije. E kam punu 2 sezona. Pe asaj ka që në Mediteran. Pe i Mediteranit, 68 kam nanën, kam bar rrugë, kam ikë për Amerikë. Si se kujtojnë, si me qetesh, si ka qenë dikur. Ali kam qelë sezonat, 7 vjetë kam punu, edhe nuk kanë marrë për stallo, kam kap rrugët kam ikë, me 69 sene. Sa që jeni bashku gjithë bashkë? Tesh kam ardhje këtu, kanë thirë, si bashku tanë, duke se jam maj moshmi në hotel su që kam punu këtu. Od prvog dana, kada su počeli dolaziti ovdje nudisti, a to je bilo 7.7.73. godine, ravno u 12 sati i 13 minuta prvi gosti su se kod starog objekta iskrcali. Još da sam dosta u godinama, ali dosta toga znam. Bio sam u tom objektu najprvo kao kuvar, došao do šefa smjene i pošao sam poslije na osnovu odlaska u Opatijsku višu ugostiteljsku školu, gdje sam stekao i visoku kvalifikaciju, ali na neki način mene su iz drugih objekata uvijek vraćali, prebacivali su me odavde, ali su me vraćali nazad. Svi su govorili ti si dijete Adino, jer sam od prvog dana bio sa njima. I ja mogu samo da rečem ovako, jedna velika hvala našem ovome direktoru, koji je jer je on direktor u Arbenu Mili, on je čovjek koji se za mojih 24 godine penzije jedini sjetio na nas stare radnike, koji smo nekada ovdje izgarali. Za sebe da kažem ovako, prvo sam postavljen kao šef kuhinje u Čehoslovački kamp. Bio sam tamo 5 godina. Poslije toga ovdje su me prebacili, vratili nazad, bio sam 2 godine u ovom objektu. Onda su napravili kompletnu reorganizaciju, prebacili su me u Lido, gdje sam bio 8 godina. Pa su me poslije opet vratili ovdje, ali u Staru Bojanu. I odakle sam otišao u penziju. Osjećamo se više nego zadovoljno. Ovu čast i zadovoljstvo što su nam priredili vođstvo Ulcinske rivijere, Armen Mile i Bojan Ćetković je stvarno za svaku pohvalu i veliki znak pažnje. Ovi radnici koji su tu, ja u najmanjoj mjeri, ali svi ovi radnici, ima ih oko između 80 i 100, dali su nemjerljiv značaj propagandi i reklami Ulcinja, Ulcinske rivijere i Ade Bojane. Tako da vidim iz komentara za vrijeme ručka i obilaska Ade da su svi više nego zadovoljni. Danas niko nije gladan i žedan, ali ovaj znak pažnje je vrijedan poštovanja i respekta i svi mi otprilike šaljemo jednu poruku svima njima da im želimo svako dobro i da u ovom duhu i nastave čitavo ljeto i da bileže samo rekorde. Vidi se iz priloženoga, iz obilaska Ade da je ova struktura rukovodeća uradila mnogo i da očekujemo prvenstveno oni, a i mi koji smo tu radili, postignu velike rezultate. To Ada i Ulcinj zaslužuju i još jedan put i Armendu i Bojanu i svim zaposlenima veliko hvala na respektu i na poštovanju. I ka thanë mishe e tana s'kena që me thanë. Sa vjet keni punu? Unë kam punu 40 vjet, 5 vjet i mrapta, pi këtu kam dal penzije šef kužine. Nešto lijepe uspomene i ovaj lijepi trenutak pažnje, ali moram se vratiti malo nazad sa nekim tužnim i ajde da kažem, stravičnim uspomenama. Na sve što je došla Ulcinska rivijera. Ostala je samo na Adu, a nekad smo bili gigant i to sve zahvaljujući ovim našim dušebriznicima. Dođoše pirati, raskuboše sve i ostade što je ostalo. Ali želimo da bar ovo što je ostalo da nastavimo. Pošto jedan davno napisan u knjizi gostiju
jedan reče bio sam u raju i vratit ću se u raju. Ovo je raj na zemlji, ovo treba čitava država da okrene, ovo nema niko, to su nam potvrdili svih godina koji su dolazili na svu nesreću naši gosti koji su prestali da dolaze više sa zapadnog tržišta i domaći. I šta reći? Lijep osjećaj danas, a tužne uspomene iz nekog prošlog vremena. Ne zbog neke nostalgije za našim godinama, nego za onim što je bilo lijepo i što bi željeli da i ovi danas dožive. Hvala vam. Është shumë bukur, të rregullu bukur, fjalë i ri, me turizëm, edhe ka hajtë për para shumë. Sa ti ka thirë pensionert, ata që kanë pagu kreditin, e kësaj nësa hek për rrugëve pensionerve. E kam shku kam nasi rahmet, se u kam qenë edhe në qame. E kam nasi rahmet, ta qeve të ishë për 4 klasë e shkollës, se s'ka pas shkolla. E këtë liber se ka as Kosova, as Shqipnia. E kam qu dhe Edi Ramis dhere këtë liber. Mundën mi fotokopierat, mundën mi zhvillu për të tesh në Titograd, e napin Podgoricë, e napin 4 klasë ekonomie këtë liber. Turizmi pa këtë liber s'mundet. Ju me dash për shpjo vete shkjuve, si një menimi shkru, një kokë telepartje, një qajak, një lanë bifet ftoft, një shtu të i ka Titoja që ka hangër, me këtë ka hangër buk, Titoja, me presidentat që ka hangër buk, e ka menin, janë menijat mrenë. E pradaj, ke libri i shumë e nevojshme Ulqinit. Baj, në ka thirë, shumë e ka ba një protest mirë, feliminer spiti shumë në ka thirë pensionerë si kena punu të. Ere ka qenë shumë bukur, ere ka regullu adin shumë bukur, ashtu si kam me pasu zdaj si kam me qenë shumë bukur. So unë kam punu këto, ere kam ta në Ulqinska Riviera 28 vjetë, a reklamat i kam shu pi ade deri në Kala, deri kur kanë qenë dvorat i balshave i Rivierës Ulqinit. Shumë mire ka i ba. Super, i lumë që dur. Ne i shalë e të ma. Ere i shofim ta. Mire ma mirë. Aktiviteti përfundoi në frymën e mirënjohjes dhe respektit të ndërsjell, me mesazhin se historia dhe përvoja e brezave që ndërtuan Rivierën e Ulqinit mbetën udhërrëfyes i rëndësishëm për të ardhmen e saj.